Kurdo që ndodhin zgjedhjet e ardhshme parlamentare të jashtëzakonshme apo të rregullta, si do dalë SDM-ja? Si do duket? A do ketë një debakull si në vitet e 2024 apo do të ketë përmirësim? Shife Venhar, mund të ta lidhim këtë me një temë LSDM-ja e 8 majt, LSDM-ja e 19 tetorit dhe LSDM-ja e pas dinëntorit. Tëra që mund të hyjmë këtu, që kam qenë edhe drejt pas drejti në zgjedhjet e 8 majt, ku fatkeqësisht pësuam humbje në zgjedhjet e 8 majt dhe VMRO-ja arriti të marrë me një politikë ultranacionaliste dhe përkraje trimeni atëherë, kur të marrësh në konotacion votave, ato kishin mbi 400.000 votues, ne kishim 157.000 votues, dhe ishin edhe zgjedhjet presidenciale dhe unë e komentoj atë kohë që ishte edhe një eufori të pala, do të thonë maqedonase për ndryshim, që realisht popullatën duhet ta dëgjosh dhe të thush se ndryshimin e kërkuat, ja që fatkeqësisht nuk ndodhi asgjë. Duke u nis nga bazat me një shtet të barabartë dhe për gjithë. Këto u dëshmuan se ngritën çështje badenteri, çështje gjuhës shqipe, çështjen nacionaliste.